Prishtina po mbytet nga mbeturinat, ndërsa kompania rajonale e mbeturinave pastrimi ka ndërprer punimet për shkak të borxhit që ka komuna e Prishtinës ndaj tyre me vlerë prej 2.7 milion euro. Siç thuhet në komunikat, komuna e Prishtinës për më shumë se 5 muaj nuk ka paguar obligimet financiare ndaj tyre, pavarësisht kërkesave të përsëritura. Kjo situatë ka bërë të pamundur mbulimin e kostove operative dhe vazhdimin normal të ofrimit të shërbimeve, thuhet në komunikat. Pastrimi ka bërë thirrje komunës së Prishtinës që të veprojë urgjentisht në shlyerjen e menjëhershme të detyrimeve dhe të rivendos bashkëpunim institucional në funksion të garantimit të shërbimeve bazike për qytetarët e kryeqytetit. Drejtori i shërbimeve publike në komunën e Prishtinës, Bekim Brestovci, ka reaguar rash përndaj ndërmarrjes pastrimi, pas vendimit të saj për ndërprerjen e shërbimeve të grumbullimit të mbeturinave në kryeqytet. Reagimi i Brestovcit erdhi pikërisht në ditën kur kryetari i Prishtinës paraqitet para asamblesë komunale një vendim për subvencionimin e pagave të punëtorëve të kësaj ndërmarrje publike. Sipas Brestovcit, vendimi për ndërprerjen e shërbimeve është marrë nga kryeshefi i pastrimit, Petrit Reqica, i cili sipas tij është shtyr politikisht nga Eleutrim Retkoceri, shefi grupit të asamblesë të VTPDK-s në kuvendin komunal. Ai ka kritikuar rash për vendimin e asamblesë komunale për siç e ka quajtur monopolizmin e sektorit të menaxhimit të mbeturinave, duke autorizuar vetëm ndërmarrjen pastrimi për këtë shërbim në kryeqytet. Ai ka akuzuar drejtues të kompanisë dhe asamblesë të caktuar për sabotim politik dhe ka paralajmëruar se çdo betejë për një Prishtinë të papastër është humbur që në fillim.